Mirë, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur zoti Hidayet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma, kënaqësi që je me mua si gjithmonë ora e fundit. Kënaqësi për mua, faleminderit për ftesën. Avokat, pse është shmendur së fundi Berisha duke sulmuar këdo? Prokuror, gjyqtar, media, gazetar, analist, por madje edhe ju avokat, duke ju konsideruar si një njeri të inkriminuar dhe të dënuar nga gjyqet. Po, sot ai u rikthye në origjinë, çka do të thotë që i gozhduar para një numër të konsiderueshëm akuzash që ne i kemi bërë në përgjithësi, ata analistë që ai edhe i zuri sot në gojë dhe i përmendi me emër mua të parin dhe pastaj vazhdoj edhe me Kreshnik Spahiun, edhe me Arben Meqen, madje edhe me drejtuesin e medias tuaj, dhe një gjë të tillë, domethënë e bën sepse në kuptimin e vërtet të fjalës i ka vajtur thika në palc dhe ai e ndjen që së paku nga ato 20 e ca kallëzime penale që unë kam bërë dhe ato dosje që kam formësuar dhe që janë në SPAK dhe janë regjistruar tashme dhe po hetohen, ai e ndjen që e ka fundin tepër tragjik. Edhe duke u ndodhur përballë akuzave të cilat nuk janë fjalë rruge, po janë të dokumentuara, janë të provuara, janë me, jo thjesht dhe vetëm me dëshmitar, por edhe me dokumente të rëndësishme, dhe në një situatë të tillë, duke e ndier që ato nuk janë fjalë rruge, nuk janë edhe hedhje llafesh në për studio, qoftë edhe sot që po flasim, por janë të konkretizuara me kallëzime penale që kanë shkuar në organin kompetent, siç është SPAK-u, dhe SPAK-u po t'jenë ato shpifje, të dënon për shpifje. Kështu që në këtë situatë, domethënë ai e ka bërxyer dhe kur them që ka shkuar në origjinë sepse ai kërkon ekzekutimin ton tani. Edhe ai të njëjtin gjë, bërja e njëjta situatë ishte me Sokolin, Sokol Haklaj. Ai Sokol Haklaj e vrau, e ngriti grupin e tij terrorist dhe organizatën e tij kriminale, ku i bëri pritën tek ure Mifolit, sepse do vinte në Tropoj dhe mendoi se Haklajt me Fatmirin do t'i zinin rrugën e nuk do t'a linin të vinte në Tropoj. Dhe ka thënë me gojën e vet që më zun rrugën, unë shkova dhe hapa rrugën. Domethënë e vrava Sokolin. Ai të njëjtin gjë bëri me Shkëlqim Haklaj. Ne kemi parasysh se është video që ka vajtur tashme dhe po hetohen vrasjet e Haklajve, se nuk ka vrar pak, ka vrar 8 ai tek Haklaj. 7, domethënë 4 vëllezër e 3 në një familje tjetër ku shrinë të parë me njëri tjetrin ata, dhe një vajzë të Haklajve. Ka vrar 8 saliu. Ka vrar edhe gra. Po edhe një vajzë, po është vrar, është vrar edhe një vajzë në Haklajt. Asgan Haklaj e ka parasysh jashtëzakonisht mirë dhe si është vrarë në Qarrethana e vrau Saliu, jo më thënë, këtë vajzë atje në Tropoj. Por, dhe ai çfarë tha, do më thënë, e dua Shkëlqimin, tha, gjalla vdekur në Tiranë, dhe e vrau. Por avokat. Ai në të njëjtën situatë ndodhet tashme me ne, do më thënë, mbasi e pa që të gjitha krimet që ai ka bërë, i dualën hapur, dhe një popull i tërë tani, e di kush është ai, di gjenezën e tij, di pse ai ndryshoi datëlindje në 15 korriku e bëri në datën 15 tetor, dhe e din jashtëzakonisht mirë një fakt të tillë, e din që kush është babai real i tij, e din që si ka qenë spioni i Serbisë dhe është dhe çfarë pseudonimi ka patur dhe çfarë aktiviteti ka patur në interes Serbisë e tjera me radhë, duke i ditur të gjitha këto, ai tashmë ka vajtur te faza e fundit. Domethënë u bën thirrje të hapur, siç bëri sot thirrje Hamasit vet,
Po bëri thirrje një dëgjojeni ju, merreni atë edhe dëgjojeni. Çfarë thot ai? Thot ngriuni tha ai sot, mbase nuk e keni ndjekur ju, por po ta dëgjoni, u thot antarëve të vet. Ngriuni thot tani juve kundër këtyre, domethënë këtyre tipa analistëve thot, që gjoja shpifin kundër meje e tjera dhe tregohuni vendin. Fjalë për fjalë, merreni edhe dëgjojeni. Domethënë ne nashti duhet jemi vënë në pozitën e Sokol Haklajt, të Shkëlqim Haklajt e tjera dhe ne presim. Po thua që Berisha sot Po bëri thirrje për të na vrarë. Ka kërcënuar me jetë. Me jetë për të na vrarë, po merreni shikojeni dëgjojeni juve. Unë nuk flas kot. Merreni dëgjojeni çfarë thot ai, çfarë thirrje. Lidhje ka Berisha apo familja Berisha me krimin? Është një familje e shpallur non grata, si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe nga Britania e Madhe, pikërisht për këto lidhje. Problemi është, krimet e Berishës nuk kanë fund në këtë vend, dhe ne i kemi numëruar, nuk është nevoja t'i përmend edhe njerë unë nga e para ato. Berisha është i zhytur në krim. Berisha në radhë të parë njerë është në gjakë me qindra familje shqiptare. Sepse u ka vrar fëmijit, u ka vrar prindrit, u ka vrar vllan e tjera, dhe është në gjakë me Shqipërinë dhe shqiptarët. Saliu është i zhytur në kusari, sepse ai për para të vret, për para të djek si gjalli, a dojë si gjalli, atje në Gërdec i dojë si gjalli. Ai për të grabitur, për të vjedhur vret, vrau atje në bulevard, vetëm që të vazhdonte krimin e kriminalitetin e vet, në të drejtim. Meqense përmend Gërdecin avokat, janë dy ngjarje të rënda që ende kanë mbetur enigmatike, janë shpallur si aksidentale, por çuditërisht dyja këto ngjarje kanë lidhje o me Shkëlqim Berishën o me Sali Berishën. Bëhet fjalë për aksidentin ku mbeti i vdekur Kosta Trebicka, një nga dëshmitarët kyç në çështjen e Gërdecit kundër Shkëlqim Berishës, dhe gjithashtu aksidenti ku mbeti i vrarë një nga figurat e rëndësishme të Partisë Demokratike, Sokol Oldashi, i cili para se t'i ndodhte aksidenti ka deklaruar hapur publikisht se gara në Partinë Demokratike për kryetarin ka qenë një farsë dhe çdo gjë ishte vendosur nga Sali Berisha, madje Sokol Oldashi në atë kohë deklaroi që i kanë vjedhur edhe votat, njësoj siç sot Berisha po bën me garën për kryetar, ka ndërtuar një farsë ku kandidati vetëm është ai si Enver Hoxha që moti. Por çfarë dini ju avokat për këto dy aksidente? Këtu nuk është problemi vetëm i këtyre dy aksidenteve. Këto nuk janë aksidente, janë vrasje me dashje. Nga Berisha me grupin e vetë, domethënë të kriminal të tija, që i ka funksionuar vazhdimisht, edhe që vazhdon edhe sot i funksionon në formën e Hamasit. Edhe aksidenti i zotit Sokol Oldashi e konsideroni vrasje? Po vrasje është vrasje, edhe ajo është vrasje. Kush e vrau? Sali Berisha e vrau. Ai e ekzekutoi dhe Sokol Oldashi. Si e vrau? Si e vrau Sali Berisha? Po e vrau atje Sokol Oldashi u hodh, domethënë e hodhën na ajo, po ishte tjetër vend, domethënë ju bë gjema, edhe e hodhën atje gjojat e aksidenti. Po kjo ka pak rëndësi. Po thua që Sokol Oldashin e kanë vrarë në vend tjetër dhe e kanë edhur atje? Po kështu është mos atje që themun, atje dhe të marrësh vetë me duar të marrësh dhe të hedhësh nuk vritesh do të kurrë atje, në atë vend. Kush e bëri? Atje është një loj si ajo vrasja e Trebickës, është një loj. Vendi është i tillë që kur nuk ndodh aksident atje, kur në kurës nuk ndodh aksident. Atëherë po ecim me logjikën tuaj, ku vra Sokol Oldashi dhe kush e vrau? Po kush e vrau, unë po të them tani këtë gjë, nuk e them vetëm unë, po është rrjedhoj e provave, e fakteve e tjera. Ju e i thatë disa prej tyre. Sokol Oldashi ishte figura kryesore që duhet ta merrte Partinë Demokratike. Dhe i takonte në çdo lloj pikpamje, atij i takonte. Nuk i takonte Lulzim Bashës. Pse? Se Lulzim Basha ishte një lloj Sali Berisha. Ishte pjesë e familjes Berisha Lulzim Basha. Lidhjet e Lulzim Bashës me familjen Berisha, posaçërisht me Argita Berishën, janë të tilla që ishte pjesëtar i familjes ai 100% Lulzim Basha atje.
dhe Lulzim Basha në çdo lloj pikpamje nuk mund ta merrte dot Partinë Demokratike. Dhe Saliu ishte i bindur që Sokol Oldashi mundet jo ta çante atë parti, por Partia Demokratike e vërtet do t'ishte ajo që do krijonte Sokol Oldashi. Dhe Saliu nuk do t'ishte sot, domethënë nuk do kishim ferr në përkem. Dhe po thua që Sali Berisha ka dhënë urdhër për të vrarë Sokol Oldashi. Dhe zhduku. Po ku vra Sokol Oldashi kur nuk ishte aksident? Këtë skenar e din fare mirë, edhe policia e shtetit e din fare mirë, e di jashtëzakonisht mirë edhe kush ka qenë në makinën e Sokol Oldashit dhe në ç'moment moment u fut makinën e tija, dhe i din jashtëzakonisht mirë, por të dyja palët atyre nuk ishin interesuar ata nxirrin të vërtetën, edhe e mbyllën atë kapitull, sepse për fatin e keq këtu, ashtu sikur se mbyllën edhe kapitullin e Azemajdarit, që Saliu e vrau, edhe familja nuk u ndje, edhe nuk ndjehet madje i rekrat Saliut, se di që ai është vrasës. Dhe që ai është vrasës, e provuam dhe pam me ngjarjet e 2 prillit në Shkodër. Të vetme gjë kur bëri ai atë marrëveshjen me serbët që më ndihmonin ashtu të visa më shpejt në pushtet, edhe mi ekzekutoni të paktën 3-4 veta që unë të kem atë justifikimin që ta bëj çamur Shqipërinë edhe të fitoj zgjedhjet e parakoshme, serbët ja muarën për Saliut me një kusht. I thanë të tërë ata që do vrasim duhet jenë musliman, asnjë i fesë katolike. Dhe Saliu e pranoi këtë kusht. Edhe për ta përçarë më shumë popullin e Shkodrës atje, për t'i vënë katolikët kundër edhe ortodoks kundër muslimanëve, edhe u vranë vetëm musliman atje. Po Saliu nuk është problemi vetëm i saj. Po masakrën e Fusharzit e kanë harruar shqiptarët, 42 të djegur nga Saliu, i dojgji, vetëm që ta bente Shqipërinë. Çfarë është kjo masakër, avokat? Po masakra Fusharzit, duke din këta në vitin 1992, ajo ka qenë masakër e vërtet, i dojgji zgjalli atje Saliu. Ata thjesht dhe vetëm që të vinte në pushtet për të krijuar të llovinë në Shqipëri dhe e arriti qëllimin, i vrau 42. Po pse i kanë harruar shqiptarët aktin terrorist të tij këtu tek supermarketi Vefa, po nuk kurseu ai popullin, i futi minat edhe hodhin erë supermarketin këtu në Tiranë, thjesht dhe vetëm për terror dhe vrau, thua, që do ta zeri gjaku i saj, vrau vajzën e Petrit Dumes, e internuar e Zeza në jati që i ndodhen ato në kone Enverit, që e mori e cilësoj armik, dhe atje tek supermarketi ja mori jetën, nuk e kurseu Saliu me atak terrorist që i bëri. Ku ka nane udhë akte terroristet Saliut kundër popullit vetë, se ka popullin e vetë, se e është serb, po popullit tonë, nuk kanë adhe udhë krimet e tia. Dhe përjedhoj, ju më thoni mua Trebickën, po t'ish vetëm Trebicka ja këshim falur Saliut, po para Trebickës harruat aktin terrorist që i bëri kundër Artur Rustemit në Vlorë, e vrau një djalë nga më të shkëlqyerit, idealist, i mrekullueshëm, demokrat i vërtet në shpirt, e vrau Saliu se që kundër tia, edhe e quante atje se u ngrit në protesta e tjera. Po pse gjaku i atia harrohet edhe gjaku i Artur Rustemit edhe i qindra e dhjetrat tjerve. Çfarë lidhje ka Argita Maltezi në sistemin e drejtësisë, pasi dikush do thoshte që shumë prej tyre janë futur nga ajo në sistem. Kush janë njerëzit e Berishës në drejtësinë e sotme, sepse avokatët dalin kaq hapur gjërat në publik për pasuritë e tyre në çdo vend të Europës, vila apo apartamente. $6 milion të paguara nga Berisha pas gjithë të keqe në sytë të gjithëve për heqjen e nëngratës. Gjithashtu, krimet që Berisha ka bërë, disa prej tyre ju i keni denoncuar publikisht, kemi raportet ndërkombëtare për damkën nëngrata, për familjen Berisha të lidhur me krimin dhe për pasurit e vjedhura shqiptarve dhe nga të gjitha këto të mos ju hyjë asgjë
në këmbë, asnjë gjëm në këmbë. Kjo ngre dyshime të mëdha, avokat, dhe jo vetëm kaq, por Berisha sot e kësaj dite del hapur publikisht, kërcënon, sulmon prokuror, gjykatës, media, gazetar, analist, këdo që i del kundër, madje duke ju bërë dhe karshillëk shqiptarve, duke ju thënë që ju kam vrarë, ju kam shkatruar, ju kam vjedhur dhe askush nuk më bën dot asgjë. Madje do vi unë sërish në pushtet. E para, sa liu në pushtet zvjen do të sa tjetë jeta, edhe sikur, do më thënë, të ngjallë edhe njerë nga e para, me çfarë të zeza i ka bërë ai Shqipërisë dhe shqiptarëve, Shqipëria dhe shqiptarët në gjithë historinë të asaj që ka kaluar, për dhe të asaj që do vi, do ta konsiderojnë atë një fatkeqësi nga më të mëdha kombëtare kundër këtij vendi dhe kundër këtij populli. Nuk i ka bërë të zezat, edhe si kurse i rendit edhe ju me të drejt, por problemi është atë që kemi thënë vazhdimisht që strukturat ligj zbatuese të këtij vendi, posaçërisht SPAK, megjithëse i ka proceset, i ka të hapura, edhe krimet e tij janë të provuara. Edhe kur them të provuara, mjafton që të rendis disa nga ato që janë dosjet në SPAK dhe janë filluar çështjet penale. Avokat, po kush janë njerëzit e Argitës dhe Berishës në sistemin e drejtësisë? Në sistemi ka se ai ka emëruar, ai ka emëruar klasa që ka bërë, domethënë ato 4 vitet e Universitetit të Argitës, ato garnitura e asaj klase, Argita i ka futur në gjithë sistemin, edhe të prokurorisë, edhe në për gjykata, edhe të tjerët që mbante me atë të qenurit pedagoge non grata për krime nga më të shëmtuarat të vend, edhe edukon akoma jo juristët, në nxjerr jurist, Argita, imagjino, domethënë, një kriminele që vetëm me kallëzimin penal që e kam bërë unë, me aferën e Fazliqit, po jo vetëm të Fazliqit, përveç Fazliqit, ka 13 akuza me presh në dorë që u ka marrë shumat konsiderueshme lekësh, shoqërive të ndryshme, edhe të huaja, për koncencione që kërkonin në Shqipëri, apo për privatizime të ndryshme tjera, dhe kanë fituar, domethënë edhe vendimet Këshillit Ministrave ka marrë, baba i vetë kanë nxjerrë vendimet Këshillit Ministrave për të justifikuar këto 13 raste që thash unë, dhe kur vjen problemi, SPAK-u nuk lëviz asnjë në ato procese dhe e ka si të shenjtë Argitën edhe e mban akoma si shefe të kuadrit. Pse? Sepse ky sistemi ynë gjyqësor edhe i akuzës tonë nuk ka kontroll, nuk ka organe që të bëjnë realisht drejtësi në këtë vend, nuk ka njerëz me guxim profesional, me guxim madhëtar, nuk ka njerëz të përgjegjshëm me qëllim që të punoj truri, mendja edhe shpirti tyre në interes të popullit tyre dhe jo në interes të krimit dhe të kriminelëve. Dhe përjedhoj... Po shohim një nga ngjarjet ku një prej biznesmenëve është dhunuar në Shqipëri, ka deklaruar që Argita më kërkonte 3% të investimit. Po kjo është e 13-ta. Që ka ndodhur në Kakone në atë kohë. Kjo është e 13-ta akuzë që është bërë ndaj saj. Kjo është e 13-ta. Po përveç kësaj ka dhe 12 raste të tjera që u ka marrë shumat konsiderueshme, domethënë të hollash njerëzve për kundrejtë vilat dhe apartamentet në çdo vend të Europës. Ka dalë hapur, ka paguar $6 milion në sy të shqiptarëve. Ku i gjej këto para si zvepron SPAK? Po pikërisht SPAK, po a them, SPAK nuk vepron për 2 arsye kryesore. E para, që janë të korruptuar prej kësaj familje mafioze kriminale, familje e cila ka pasurit jashtëzakonshme që çdo gjë e blen. E dyta, kemi të bëjmë me një krye kriminal, siç është Berisha, i cili e ka stakuar tashme mendjen, në ç'aspekt? Në aspektin që derisa e futi gjithë familjen në krim,
derisa të gjithë familjen e inkriminoj, madje të futesh në krim djalin, vajzën, të futesh në krim gruan tënde, të marrësh nëpërmjet një fondacioni që krijoj edhe të sigurosh asaj 85 milion euro tu avjedhi bizneseve shqiptare që janë taksapaguesit, domethënë shqiptar i kanë paguar ato tendra që kanë fituar ata e të tjera. Dhe pasaj ta nisësh gruar me valigje në dorë, e të vejnë Dubai, e të fusin bankat e Dubai 60 milion euro. Gruaja, do me ta bëj gruaja këtë gjë, nuk ka turp më të madh. Jeri Berisha ka quar 60 milion dollar në Dubai. Po me lirin, ka vajtur liria i ka mbyllur. Këto, në bankat e Dubait. Ka fakte për këtë? Po ka fakte edhe është denoncuar, edhe ky. E keni denoncuar? Po, edhe ky fakte është denoncuar. është denoncuar edhe në SPAK, po është denoncuar edhe publikisht në një media kombëtare të Shqipërisë. Dhe ky të mos merret dhe mos thot që si dëgjoni juve thot, ju gazetaru thot, nuk u vjen turp ju thot, që rrini aty kur bën analiza, ka parasysh edhe juve këtu në këtë që tha sot. Që dëgjoni thot çfarë thot Idajet Beqiri thot që ka qenë një njeri i dënuar thot, e është dënuar kushtet disa herë thot, edhe si nuk keni turp ju që rrini. E para që mos më ngatroj me veten e tija. E dyta, ai goditjen e parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka marrë nga Idajet Beqiri. Në momentin që unë kam shkruar shkrimin, Berisha je vrasë si Shqipërisë dhe i shqiptarve, nuk isha ndonjë lloj mblefi ndaj tij apo e kisha, se ai faktikisht i vrau Shqipërinë edhe shqiptarët. Po e mbyll. Edhe në këtë aspekt, pra, ai u bën thirrje njerëzve të vet, simpatizantëve të vet, vërsulun ju thot Idajet Beqirit dhe këtyre analistëve tjerë me emra, na përmend gjithëve neve. Edhe se ka qenë i dënuar, thot Idajet Beqiri. E para, ua kam treguar këtu që jam i pa dënuar. Ua kam treguar me... Ai ka qenë kryeministri vendit. Ai ka qenë presidenti vendit. Letë vej në organet kompetente, letë amari dëshminë e penalitetit, ku të figuroj dënuar unë. I kam mundësit, letë amari. Por, unë kam patur dhe e kam guximin, se e kam sfiduar në të gjitha akuzat që më ka bërë Saliu. Kam marrë pafajësit, dhe pafajësit, unë e kam guximin që të bëj dhe një libër të tillë, pafajësit e mia, me të argumentuara me vendime gjyqësore, edhe kur erdhi problemi që më zgjodhën kryetar të forumit avokatëve për drejtësi, ai që propozoi që unë zgjidhesha kryetar dhe tha që mos, domethënë pa diskutim të zgjedhim Idajet Beqirin, ishte njeriu më i besuar i Berishës, atje avokat, edhe e ka në tropoja vet, ai u ngrit e tha, Idajet Beqiri dhe ka sfiduar, tha, 4 herë me radhë dha Sali Berishën edhe çdo lloj qeverie me pafajësit që ka marrë. Kështu që është njeri i pafajshëm edhe si njeri i pafajshëm e ka guximin kundër kryekriminal Berishës dhe kriminalëve të tjerë, pikërisht nga ajo se jam vet i pastër. Dhe kjo pastërti do më mbaj deri në fund. Dhe kjo pastërti jam i bindur që me gjitha lëvizjet që kemi bërë, edhe me ndihmën e analistëve tjerë që ai i sulmoj sot aq ashpër, se i ka vajtur si ka ku nuk mban me edhe njëre përsëris, ai e di që fundin e ka tragjik. Dhe ne do pushojmë së foluri, së denoncuari, së kallëzuari krimet e tija, vetëm atëre kur atë ta shikojmë burgin të përjetshëm. Më kot mundohet të na intimidoj. E para, unë i besoj ligjit dhe kanosit e tia i përgjigje me ligj, jam i bindur që shteti ligjor do veproj dhe nuk do të aleri situatën si që la me shkëlqimin atje, që tha je dua gjallë vdekur. Por nga nga tjetër e sfidoj dhe pikpamjen tjetër. E sfidoj sepse Idajet Beqiri nuk do të bëj rolin e trimit. Por ka ndërtuar një familje të tillë që një dhëndër e ka në Kalan e Dodës, një nuse të djalit e ka në Macukull, një nuse të vllajt e ka në Mitrovic, një tjetër, do më thënë, nipesh në Dhemblan, dhe këta të gjithë pa përjashtim janë racë aq e madhe, sa i përgjigjen Saliut, edhe nëse do më thënë, në pikpamjen e zakonit edhe të tyre kanosjeve që ai bën të hakmarrjes primitive, për t'i thënë që Sali, këta që ti përmenda, kur mbarojnë soje sorolopi jot,
i vërsulen qenve dhe maceve pastaja, deri atje qojnë situatën, prandaj Sali, shiko hallin, përgjigju se je i akuzuar për korupcion të lartë, shtetëror dhe je në bangun e të akuzuarve, si hajdut i shtetit shqiptar dhe i taksapagusve të këtij vendi, ke mikurris krime nga më të rendat dhe vrasje nga më të shëmtuarat, dhe përsëri këtë drejtën që dele dhe fletën për televizione pa pikën e turpit, dhe s'pas kemi të drejtë ne, që s'kemi bërë absolutisht asin gjë, po të vetme gjë që po bëjmë është që në emër të shqiptarve, në emër të popullit shqiptar, plagët që i ke shkaktuar ti, duam t'ja shërojmë dhe do t'ja shërojmë se s'bën, dhe ti vendin e ke në burg të përjetshëm. Nuk të ndahet burgu i përjetshëm Sali. O Shqipëria, o Amerika, do t'a bëjnë këtë gjë, sepse i ke hyrë në hak edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe gjithë botës. Avokat, faleminderit, kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Faleminderit për ju.